Përshëndetje. Jeffrey. Si jetë morë e vones? Pse e vones? Këta kanë arë herët. Kush gota ime? Faleminderit. Arome leku është më e mirë se gruas. E prekin t'jen, e përkëdhen. Bën atë që i thua. E di dashurin tënde. Por kujdes ndonjëherë se do të tradhojnë. Parat nuk kanë shpirt. Kur t'jen punat e ato, asu s'kam zemër. Rëndësika të rinë valigje urtë, mirë, dhe të bëjnë atë që unë i them, atë që duhet. Sot ato do të shkëmbehen. Djemtë e mi kanë marrë të gjitha mas. Përshëndetje. O, Liza! Mirë se erdhe. Faleminderit, Mark. Si je, Liza? Mirë. Ti si je? Mirë. Përderisa na mbajnë këmbët akoma, mirë jemi. S'na i prezentove vajzën. Po, njerë tjetër, miku im, njerë tjetër. Dhe miqë të dashur, atëre për sot mbledhja maron këtu, sepse më më prallë një Mikesh Elami që kam kohë pa e takua. Miru pashim. Hajde, Liza. Miru pafsh. Kjo është për ty. Faleminderit. Liza, e di, gjithmonë kam kënaqësi të shoh dhe të takojmë bashkë. Kënaqësia është e gjitha imja. Mark, të shoh mirë, dukesh në formë. Si po të shkojnë punët? Mirë, në përgjithësi mirë, po çdo gjë unë e mbaj në kontroll. Shiko, e kam menduar gjatë. Dua të rikthehem në lojë.
Po ti qetësoj, ti ke bërë gjitha të rrugë të gjatë. Shlodhë njerë, pastaj këtu jemi dhe kemi kohë të bisedojmë. Shef, gjithçka gati. Çunat janë përgatitur, duhet nisemi. Vendi është saktuar, lokacioni është saktuar, duhet jemi atje në orar. Më fal, ky shkëmbimi ka të bëjë me atë që kemi folur muaj më parë. Ai operacion është, por është shumë i rëndësishëm dhe shumë i rrezikshëm. E po atëherë duhet të jem pjesë e saj. Ti e di shumë mirë që unë mund të jem shumë e dobishme në tilla raste. Është e paparë, në komulje dhe saj, nuk të falë. Po mirë atë Eliza, bu me Nikun edhe me prorit të ty, po me kujdes. Duhet lëvizim se për ndryshe do bëjmë vonë. Të premtoj që nuk do të zhgënjej. Shoj. Yeah! From Albania to the world, the kingdom red and black. With love, 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 love. El boss, down in your. Yeah! It's a kingdom red and black. This a kingdom red and black. Feel the power. Yeah! Feel the power. Yeah! This a king the red and black. A long saga about the eagle flag. Feel the power. E qartë ditë sot, a vlla? Qëtë që ke bëka që bukur sot e shumë seksi, vlaj, shumë seksi. Takim. A më mos u talë, pra? Po, Ua që pas ke qenë. me që më kujtohet, ta mori qik dajnë unë, qethi qik flokët e. Seriozisht i ke? Po, A më rri qetë, mos rri kështu si i ngrirë. Ka për të rregullu daja sot, ka për të bë king. S'do kesh nevojë mo për gjithë jetën, s'do kesh nevojë për të rregullu. As mjekrën, as flokët, do gjesh qetësinë tënde. Esh në u gjetë Delaja me këtë telefon me për punën nas. Po daje, si të kam? Po ku je Nimçe, ku je? Unë kryet detyrë si gjithmonë. Ngelen punë, ku do të qarë gjitha të lekët? Levo ti gjet veni o daj. Ja, për një orë vija ne, që e themi qik. Mirë se të vishë Nimçe. Po mos hajde dorë bosh. Po të prënë e gjonë bagajë të da sjell. Iga, ciao. Ciao Nimçe, ciao, mirash. Ja se erdhe koha jote. Do përfundojmë direkt me rregullimin. Daja, Daja. do në i gjotë daja. E, po seriozisht i presh flokët e? Po, I fortje. Po veç për vete me no. Për shoku s'menon e jetë. ke koti e vlla, tani o koha ime. Ke drejt, ja. U zbardha tu pritu, u zbardha. Erdhën këta. Si shumë qeka. Po kjo kukla më dha. E mira, jam doli takim, ja? Prape me tjetër? Ora? E ati s'le rallë, por. I fort. Hapeni bagazhin, merrem punë. Hajde. Bujërëm shok, po do. Kontrolloj e mirë, Nik. Keni fillu me morë goca në grup tani, ja? Pse? Nuk ta mbush syrin. Ja, mos ta zgjohën. Po mos t'kapo me zor. S'ke pse nxefësh. Jam shumë kurioze të di se si do të kapësh ti me Zar. Po më mirë një herë tjetër.
Nik, çdo gjë okej? Çdo gjë është okay. Merë dhe ikim. Si ishte me malin? E din ti ku është ky malli? Nuk më intereson fare. Si nuk intereson? Nik, a do çohesh apo të lash këtu? Janë shumë olla. Qor. Ikim se jemi vonë. Na futën apo? Keq puna. Fut më fol me Bigu më. Me Bigun me Rovello ose. Kush merret me atë? Çat me Bigun më. Ikim nga daja më mirë, ikim, marrim një informacion aty se kjo punë është bo keq fare. Edhe bova ki na del një gjo që të na gjej Bernaja plako. Çfarë bën? Të na gjej Bernaja. Shef, si të kam? Kodët që bona t'i kam qëtë gjitha më thop. Kjo shkëmbimi që ndodhi sot për që shkoj keq fare. Ec para. Çfarë po bën? Ec para. Ajo vajza kush është? Dim gjë për të? Thot drejtën nuk kam as informacion. Hera parë që shumë s'ken. Ta dy njëshat ishin aty po, kjo goca. Sa kam pa mirë. Do shkosh te Bigu dhe do i thuash që çunat ja futën. Morën edhe mallin edhe lekët. Okej? Dhe bukur që në fund, ja futi. I mori të dyja ngarkesat. Edhe mallin edhe legët? Të dyja. Do pa me kujdes kjo punë. Mund t'jetë një mundësi shumë e mirë për ne. Mblidhi çunat edhe me gjeni çdo informacion. Sidomos për edhe vajzën. Mos harrojmë. Gjarja sotme nuk ka ndodhur kur. Në rajon nuk duhet merret vesh asgjë. Okej? Çak. Po kry. Yeah, but boys, real life, king of kings. King of kings. King of kings. Ujet. Po hujeni çuna, hujeni. O nipçe. Ti sigur desë më qef. Po më pas garga la me t'kingu. Erë tjetër daj. Se sot kene dar rrujt qef. Po pse mërdaj që janë alë? Patëm i shkëmbim ata të G5 sot. Por na futën legendat, na morën edhe mallin dhe legat. Se ka mundësi. Se kuptem se. Këto punë nuk funksionoj kështu. E kanë ca rregulla. Rregullat ikën për lesh. Po ti ke gjuna e gjo? Ja, nuk e kam idenë se për çfarë bëhet fjalë. Do ishte mirë të kishim pas të informacion para se me shku ke Bigu. Sa e malli Bigut ishte? I Bigu daj. I pas ki punët keqe nipçe. Shumë keq. Po merr në informacion edhe na trego. Po rrini pa mërat. Unë do mundohem dhe shpresoj shpejt do të marrë informacionet dhe sat. Ikim?
Mbarove punë te kapanonin. Ti brave që të cilë, po çfarë bëre do çu, çfarë bëre? Pastrim, Niku. Vetëm pastrim. Shkove te Bigu. Do shkoj, mos u qesa. Do shkoj. Shpresoj për të mirën tënde. Ordo. Ardha. Kur je në biznes me Markun, çdo got ka një shije rreziku. Më duke se po na përdorin. Po luajnë maskarave. Nëse loja e ti dëmton tonën, do ta mbyllim vetë. Quna, si u kam? Hajde pimi kafe. Jo sa dhe shok, kera punë tjera. Hajde brata pimi kafe po thëmë. Po je vlla se kemi hallet tona sot apo. Tani me mu. Pas me direkt. Ec para, sot i madh, më nuk na lanë rahat, më. Shef. Çunat na tradhtuan. Na dolën prit. Morën mallin edhe lekët. Vran dhe djemt. Çfarë the? Nuk e kuptoj pse e bë kështu. Sigurisht. Sigurisht që nuk e kupton. Se nuk është punë për femra kjo. Pse e thua këtë? Fakt në të nasilet. Të premtoj që do t'i gjej dhe do t'i sjell këtu. Pa, do t'i gjesh edhe ti e ma shumë vjanë, do t'i gjesh ti. Këtu, t'i gjanë. Okej, shef. Lisa. Sa herë që vi këtu ose po festojmë, ose do festojmë. Zakonisht ndodhin të dyja, miku im. Por ne gjithmonë festojmë. Festojmë? Po. Si festojmë para mallit? Apo thjesht malli ishte një ëndër e bukur? Ëndër? Kush voli për ëndër? Malli do të vi në kohën e duhur. Ki besim të. Po. Më pëlqen të di një gjë. Kur ëndra vlen aq sa lekët e mia. Nëse kthehet në maks, kush paguan? Po sigurisht paguan ai që kërkon që ëndrën ta kthejë në makt. Po. Zonjë është bukur. Lisa. Lisa. Bu. Por me lajme të hedhura.
Më kujtoj se si një parfum i shtrenjtë nuk e mbulon dot kurrë erën e gjakut. Malli do të vijë në kohën e dur, miku im. Patjetër, kohën e dur. Por koha kushton shtrenjtë, miku im. Çuna. Jeni bot shkallë do kohët e funit. Po e mani vedhe me të mira. Si gjithmonë. E njëjta rutinë, punim nga pak. E kuptoj. Po ai shefi im për gjithmonë pjesën e vet për këto punët që bonin. Sidomos nga puna funit. Cila punë? Jeni aq shkallët sa ta kuptoni se për çfarë pune po flas. Me kujdes, Çuna. Silluni mirë, se nëse ndodhin gjërat papritura, do jetë shumë vonë për të kthyer mbrapa. Nuk ka ndryshime Josha. Ai do ta marrë pjesën e tij, si gjithmonë. Ai bos jot si është me shtetin? Thonë që ka vënë barkë, është bërë çuni bukur. Ai gjithmonë formësh. Thonë që barku është pasqyra e suksesit apo jo? Barku shefit pret. Punët i kemi nën kontroll o shok. Në herë gjonat dalin jashtë kontrollit. Kështu që hapnin syt. Thuaj Aleksit, shumë shpejt do ta ketë pjesën e vet. Ikim. Po të prisë më shpejt. Apo ka qenë një ditë e ngarkuar? Ulo. Ka qenë një ditë më shumë zhurmë. Disa gjëra na dolën dhe jashtë parashikimeve. Nuk dua parashikime. Dua informacion. Dhe duhet ta kemi pari. Kam disa agende të rënë. Po marri informacione kudo. Është dhe një vajzë. Shumë e zonja. Nuk ndodhet askund në sistem. Vajzë? Dhe i nëzori djenë nga loja? Do ta rregullojmë. Edi është vën pas tyre. Çdo gjë që ndodh aty jashtë. Do të ma thot shumë shpejt. Dëgjo. Nëse kjo vajzë nuk del brenda 40 ditorëve, do të pyes veten pse je ende këtu. Do ta gjej. Do ta gjej para se zbardhi dita. Dita? Dita zbardh shumë shpejt, Alex. El gran culo me teca. Tremenda fiesta. El gran culo me teca. Como una muñeca. Teca. Teca, teca, teca. La chica baila me teca. Como una muñeca. Teca. Teca, teca, teca. El gran culo me teca. Como una muñeca. Teca. Teca, teca, teca. La chica baila me teca. Como una muñeca. Teca. Teca, teca, teca. El gran culo me teca. Como una muñeca. Teca. Teca, teca, teca. La chica baila me teca. Como una
Tremenda fiesta. Çfarë ndodhi? Patëm një problem. Ata të këpesës na e futën. E morën edhe mallin dhe lekën. Nuk e kuptojmë pse e bën kështu. Po mirë ju e njifni zonën mirë. Do me thonë ju s'keni as i jo me vete? Na gjetëm pa përgatit. Kush çanta? Qantë nuk ka, po do vje shumë shpejt, si gjithmonë. Ku janë lekët? Ku? Po ti? Shep çantë tu? Çantë nuk ka oshe. Nuk shoh gjë çantë. Si e morë jo morë lekët? Si u morë çantën? Qetëso më mirë. Qetëso pak se do gjetë çanta. A do rish mirë? Unë mirë jam, qetëso. Po kjo ku çfarë thova? E pam dha atje. Ky legjeni më duket se po luk keq. Të marrë të paketoj more vesh! Po mos më zela çanta më, se nuk është. Tregulloj unë, mos ke merat! Jo, s'ka me. Që bëjmë këto cirkë, vëlla. Keq puna. Mirë, më fal, do qetë, vetëm qetëso. Ando. Tash i shef me mund shpjegohemi sinodin. Lekët, Shiko, ideja është se lekët. Lekët! Du çantën me lekë këtu! Qërau! Legena! U qatë të ojë pilaf! Qaj? Jo, asgjë, s'ka. S'ka. Vetëm qetëso. Që të ndove. Qetëso, hajde pim diçka. Sevi, si kalova? Një? Shiko. Se shmerdi John Men, po. Ka janë dy menime në të drejtën. Fol. Se po menimet I ke Gjevahir. Fol. Shiko, atë ka shku një men, sigur e kam botë çunat këtë punë, gjithën. Si the? Jo, s'ta zgjom një. Hajde këtu legend. Unë aty! Unë morë aty. Hape thesin! Se të bëj gropa! Hape! Zbrase thesin. Thjesht mendova, mendimi im, mos ndoshta, nuk është se kam diçka që të më thënë, kupton? Mendoj, po sikur, Ore të morë shpjytin, po të them, fol! Po sikur, mendova, pat kena ato fajin, kanë marrë dhe mallin edhe lekët. E ke menu një herë? Ore ti, a je I sigurt për këtë që pa thu, apo po ja fut kot? Ti po thu që ata në kam të rathune? Dhe I kajtë maj kekët për vete? Shiko, unë fal, nuk shti, po... Qa s'boha kila? Qëtë so, male mundur, a rrugulloj upe. Pa me. Do me thonë, ti menon që ata në kam të raftu përfundimisht, dhe lekët I kanë marrë ata. Si beje, si beje.
Shtu me në. Urgentisht do mi kapur. E ta mi këtu! Qal tek! Këtu! Qau! Qalau! Këtu mori poster. Përso? Kam besim. Vetëm të ti kam besim. Gjysh, hajde. Gjysh, hajde më pishim. Jo, zemra gjyshit, jo. Ike lauti. Ik se ka pun gjyshit. Hajde shpir. Vot gjyshit. Djali mushi 2 gota. Edhe shishen. E që bone mirë. Do festosh pra di? Ajde gëzoje. Po e shumë mirë e goca, vlla. Cila vlla? Të s'pash njëris. Po jo këtu në lokal më burë se mo që e trunin. I di se mo bo ves mu. Ajo goca me të zeza që ne e futi sot. Aja goca sot. E lezeqme ishte. Lezeqme, po na e boni gjatë gojë. Po, do këtë ardhë koha të nxjerë një ashloj e bigun. Qo ikit. Kush është? Daja. E morë mesazhin shef. Çfarë ka? Diçka ka shkuar keq në shkëmbim. Marku po më bënde lojra. Nuk më pëlqeu se s'më tha të vërtetën, gjithmonë më shmangej. Si është puna? Kam informacion të vakët, po kur u bë shkëmbimi, kanë qenë 2 çuna, të gjim nga Durrësi. Ata më duket se kanë marrë dhe lekët dhe mallin. Edhe duhet më gjesh. Përveç kësaj, do më gjesh informacion që kush i çoi ata. Si e morën ata. Edhe nëse Marku ka dorë, nëse ka pjesë. Do më gjesh të gjitha këto. Nëse nuk më gjen, do ketë pasojë të rënda për të gjithë. Me jep 48 orë kohë. Ke 24 orë kohë. Mi gjej të gjallë dhe mi sill këtu. Dakor. Po ti që të ishin doktor? Ha? Ja. Po do shifimi prapën e një. Doktor? Çdo gjë në rregull. Sa gjona personale. Mirë.
Allah, Nga të shkojmë pasaj. nuk e di valla. Zgjidhëm ne punë të heqim shavën. Pa. Hajde. Ullu. Lexoj këta. Shumë lëvizje, shumë zhurmë, dhe ende asnjë rezultat. Procesi kërkon kohë, shef. Dje po lodhen, janë në prag të thyrjes. Ku është malli? Ku janë lekën, Alex? Bëj atë që duhet. Por mos harro, durimi im ka një kufi. Hajde daj, urdhro. E çuditshme si funksionon loja. Një ditë krijon besim, krijon respekt. A ditën tjetër vjet ngulthiket në mas shpine. Loja nuk ka ndryshuar vlla. Thjesht njerëzit. Njerëzit janë botë më të pangop. Apo thjesht të papërshtatshëm. Edhe të papërmbajtshëm. E vetme gjë që mbetet konstante është dyshimi. Dhe pa atë, ne sot do ishim të vdekur. Ja ku jemi ne. Dytë vjetër. Që po jo mësojmë të ribet, rregullat e vjetër. Të rinë gabojnë. Por në çdo gabim do të kushtoj koka njerëzish. Bëhet qa kokë ki përballa ndaj. Kush jo pas ka prish Terezin prap sot. Dy të njohur, Cilët? dy shokët e tu, që i solle për djemë të mirë. Për fillimisht, sollën mirë, jemi realist. Për kë bëhet fjalë për djemt? Hera parë ishte fajt tyre. Hera dytë do jesë e fundit. Të ta zili. Dhe si ke menduar të zgjidhish? Në stil e gjithmonë. Si mort. E deti. Po s'është i aftë për stile. Lisa, apo jo? Fal, jemi gjë? Jo personalisht. Për unë të njohë, të paktën do se jo të fletë shumë. Dhe ju jeni? Aleksi, shefi e time speciale. Disa djemë janë zhduar, disa transaksione nuk përputhen, disa emra përfliten, dhe ja ku më ndërli. Lisa. Njerëzit flasin shumë, sidomos kur nuk din ta mbyllin gojen. E drejt. Po unë nuk punoj me thash e them. Punoj me fakte.
Dhe kur faktet janë pranë, unë jam gjithmonë 2 hapa para. Unë jam ligji në këtë qytet, mos e harro. Emër trima. Emër çuna. Po që solidetja? 2 legjenda ndërkombëtare të qytetit Durrësit. Apo jeni lokal o këtë jo? Ti kush je? Unë jam Batmani, po ti kush je? Ky bie tjetë Supermanit. Humor. Qëra do bëj 2 pyetje. E para, puna, përse shkoj keq? Dhe e dyta, ku janë lekët e mia? Nuk i kemi një lekë. Mos më bëj filma se ti thyt urin, marrë vesh? Qa lekësh kërkon ti Allah, se s'po merrem i vesh. Qa lekësh do unë? Ase të gëpesës. Shumë burr, ja, tani po. Bravo. Po do vinë mënd, ja, më përqenë. Pa, ha. Po si kemi ne lekët Allah. S'keni ju lekë? Nuk i kemi një lekë. Po qëra, shumë vapë sot Allah. Ore, ti edhe mjenë në det në këta, mas e vjen kujtesa. Apo jo? E bënë ca prova. I bëjmë ca prova? Shishoj, që ke trim ti Allah. Trimime. Trimi madhe. Dhe jo që i këtu. Unë dua lekët e mia mbrapsht. Bashkë me përqindjet. Tani, ti që e me shkathet edhe jep shumë gojës, dë shkosh ti marrësh. Edhe ke 24 orë kohë. Po u vonove 1 minutë më shumë, mos hajde fare, se do vim ne të gjej. Në rregull? Po që më bë për qesh ti mu? Në cili cirk ke dalë ti? Edhe mua më bën për qeshur ti, po unë të bëj edhe për qarë. Edhe cirkun e di veti, cirkun e Satome. Qura ma idhni këtë në det? Qërë det jere? Do lami bashkë. Qore s'kile, qo! Të vjen në gjona? A vashë nërma se nga duhet prapë e me i kuri. Ullër. Quna, të i bëjna i kafe. Ullër qërë kafe se të nëzivë dhe syrit tjetër. Po që ke o shok, që ke? Të shi merë këtë telefonin, edhe du di gjdo gjo që kam mrena. Po gjdo gjo me detaj. Në rregull. Vazhdo. Si, edhe cigaren ke shtrem si vetë jeti. Nuk pi cigarën në shok. E kam vetë për shonf. E pas ka rënë bomba këti telefonit. Cop që e ka. Ai do bote, se kokën ma din mu. Në rregull. Vazhdo punën. Ti donë si e ke ground,
Me jemra është mirë, Grecia vogël është. Ore, se mora vesh. To s'ishin as njës të bibut, as G5. Po kush drejsin ishin edhe? Ta si për kuptë. Ta di në gjithë si kur kemi neve, por. Për e në gjithë me në gjithë neve. Edhe ne du dhe për, po para tyre. Ne du vetëve? Kundra gjithëve? Da rri zotin, la. O quna, nuk bëhet shpejt këtë telefon. Do në kohën e vetë. Na bo telefon se na ojë që mene kohës. Se mos bo në i gabim, se? Jo, ti e shefi, mos ke merak. Shumë e fat jemi vlla. Por, inshallah na marrë punej. Hakeri? Po hakeri. Kështu e kemi një pistë. Është mirë të marrë Majkun telefon. Po. Ku je? Në Gjiro. Po ti shumë urgjent aty ke veni. Ta sqarojnë atje pastaj. Erdha. Nxito. Erdha. Qa tha vlla? Po vjen të zhyt direkte. Okej. Në vizim. Një gotë verë, tutëm. Mbrëmje e bukur sot, po ç'bën një princesh e vetme në një kështjellë plot ujqe? Thë kur them dhe zjedh vetë këkpus. Shiko, loja është bërë shumë e nxehtë, më e nxehtë se ç'duket më jashtë. Çunat nuk janë aq të padukshëm se sa ata mendojnë. Më pëlqen të di sa thellë janë zhytur. Janë zhytur mjaftueshëm thellë sa për të pasur shumë armiq dhe as pak aleat. Bigu është atharuar seriozisht. Fiet janë ngatruar. Dhe çunat tani janë në blacklist. Nuk pëlqen. Me sa shoh, dikush këtu po planifikon diçka shumë të madhe. Kështu që gëzuar për ata që nuk tremben nga gjaku në duar. Dhe për ato që nuk binë në dashuri me prenë vet. Mbrëmje të bukur. Shef, erdhi Maxi. E pash, futi grubë. Pas ka ardhur e karikuar, vlla. Madje me bateri rezervë. Ulur.
është puna vështirë Allah. Si djetë ku shkel sot. Të gjithë shkelim mut. Por puna është që duhet parë në njërë këpusët e t'i pastrojmë në njërë. Se futem në shpi, kupton brenda shtëpisë. Ndoshta nuk e di, por po ta them. Lekët e mallit që u dhanë për të bërë shkëmbimin ishin të mjet, jo të Markut. Lekët pasën qenë tujat? Nuk e disha këta. Si është e nevojë ta dije, po thjesht ajo punë duhet të shkonte mirë. E s'vajtin. Ne po e kërkojmë, e di sa shumë e ranë, po në kërkim janë. Bazë s'është nevojë t'i kërkosh, bazë e di kush e ka bërë. Ti po thu se jemi ne? Jo, s'po them ato, thjesht. Vjen era tradhie dhe mbase tradhia është nga brenda, nga më të afërt. I vetëm njëri i afërt jeti këtu, o shok. Dakor? Unë nuk thash je. O thjesht, po bëj disa pyetje se më vim se në lekët e mia, këtu e ka. Por nëse ti di ndonjë gjë, thjesht ma trego, dhe ka shpërblim. Do mojmë kontakt. Patjetër. E du shumë jetën o, Max. Pëlqen shumë. Kështu do. Hajër. Diell. Gra. Uj. Kjo është jeta. Çfarë u bë me ato kolumbianët? Gadesht. Nesër del. Ndaj problem? Ja, s'të gjatë pasta. Okej. Me ato të legendat që bëhet. Amërat do gjem ato, do vinë shumë shpejt, do gjem. Të t'i gjesh pa tjetër, no. I tu sa ma shpejt. Aty nuk të rej. Por, ja pritet pak se njerë dita dhe aty në, se është problem. Po, ja, sa të marrë të punë tjera, merë me më ato. Okej. A marrë, qkeri. Me ikën dhe gjana. Mente shumë loka, loka
loka loka, mami ti shumë loka, loka loka loka, pina dhe shumë koka, loka loka loka, koka, koka. Nuk duhet na kishin ikur. Ato 2 u 4 i kishin dorë. Fal. Shikoj, gjeta strofullën ndajës. E kam parasyve. Je i sigurt që është ai? Po shumë e sigur që është ai, sepse e kam ndjekur këmba këmbës deri këtu. Okej, mos e humb nga syt. Okej, po të nis dhe adresën. Mos vono. Okej, po vim. Ikim. Fol. E pe videon. E pash. Edhe grupi më shvën pas. Nuk ka rëndësi kush ndjek. Çështja është kush i merr i pari. Ne do t'i marrim të paret, nuk ka diskutim fare. I duhet të gjallë, më kuptove? Të gjallë. Nëse i kapim para nesh, gjej vend dhe futu. Shadows are running. City's on fire. Tani do e bëjmë siç më pëlqen mua. Nuk je për këtë sport. Është sport i rënd për ty. Ku janë çunat? Crash the sky, break the ground. War drums pound, pound, pound. No way out, no way down. Shkoj hiqi një qafe. No way down! Alo, fën, Të hishu tani urgjent. qa thurë, po pak I kapa. Dëgjoj vlla. Gjërat nuk janë ashtu sikur duket. Qa thurë? Do të shpjegoj nga afër. Po ti duhet të hishesh më njëherë. Dakor? Okej. Quna të rrisni, mos gjuni mo, të rrisni, ndaloni.
E qa na bonin o vlla sot, a? Ma ke s'ka ku shkoj mër burr. Ullu vlla, ullu. Ekra. O dheme? Të vetë kjo në animojnë sonte. A thua? Po. A, zoti. Ave të shpro. Ke që jam për të pirë shumë. Ave të shpro njerë kraun. Ja shive. Qa kjera kur se ne na mytën atje, ti po gërë këtu. E të burë ma. Do kaloje. Po që do kaloje ma shumë dhim ti tash se sot gjithë ditën. E të vase. Po ti si je mër burr? Jo valla, po jam, kanë prish punë me këtë vetllën. Më kanë prish bullurinë komplet. E di unë shok që do t'i e di. Mushe bra, mushe. E mushe, unë mëse qaj kogën. Po na bin nga gjitha anët. Edhe luft me gjithë nuk bëhet. Qa lufte, po. Ore, po sigur t'ja qim lekët nga tonat e atit. Pak të në merme me këta 2 tjera, 3 tjera, nësë po japim dum, qa po bëhet më vërë. Dhe me thonë ti blejmë pache. Jo paqen, po qetësit pak të në për t'u marrë me këta tjera. Mi më dha ti e din, po unë e kam thesin e shpum. Që pas ke gjemë për leka, burë. Pa më se ka daja për ty mësë më zenë. Nuk I dire këshova, duhet me mbyll këtë punë sa më shpejt. E që na lodhën, hajde gjej funin kësaj pune. Fun s'ka kjo punë, po duhet me e mor dajën në telefon, e të vije këni. Me...
Qatë pas ka gjendhe shua daj. Kusht ka përrekën fytyra shu? S'kam gjë, jo. Liza me grupin e saj erdhën djetë e saloni, po e zgjidha mas mirë këtë problem. Po juve çfarë u ka gjetë? Ka shumë zhurmë për ju jashtë. Na goditën dje, por na goditën keq fare. Na goditën shumë fort. Mirë që shpëtum. E mi që mori madhen e letët. Po s'na larë ro para nga të ruë, bu. Edhe donë me na vra, hajde merre vesh këtë punë. Po kjo Liza kush është, çfarë roli ka? Liza? Liza. Ta shpjegoj. Liza është shumë, po shumë seksi, valla. Aq seksi sa na shtriu për tokë gjithë. Ajo na goditi e para dje, dhe me gjithmen desh na shtriu për tokë. Pastaj grupi Bigut. Tani më dëgjoni me kujdes. Duhet ta mbyllim me Bigun sa më shpejt. Ta heqim qave. Ta mbyllim si. Bigu nuk është tip që ullet e pi kafe. Po s'po them bëmi miq që daj. I japim lekët nga tonat, edhe kemi një telash më pak. Po ka që thjesht është. Kjo punë mund të funksionoj. Ju kur jeni gati, se me Bigun merrem. Që nesër, vetëm ta kryjm këtë punë. Okej. I koordinoj unë gjanat me Bigun. Kur bim këtu? Qetësojo quna. Nuk ka ardhur për luftë. Ata e kam thirrun. Çfarë thot daj? Ju nuk e keni iden akoma çfarë po ju vjen. Djema, futemi brenda më mirë. Flasim më qetë. Po, shef. Më kishit thirrur? Sa kohë ke pa e parë Lizën? Po, që para 2 ditësh, më tha që kishte disa punë personale. 2 ditë? 28 tetor? 28 tetor! Ku është? Ajo s'mund të ri pa dhënë informacion çdo sekond, çdo minutë. Ku është? Po mirë, qetëso, shef, qetëso. Po mirë, mendon se i ka ndodhur ndonjë gjë se s'po kuptoj. Si ja mendoj, në botën tonë çdo sekond mund të ndodhë një ngjarje. Mund të ndodhë çdo sekond, në çdo hap. Mund të ndodhë një ngjarje. Shko tani dhe ma gjej urgentisht dhe ma sill këtu. Urgentisht. Po rri qet. Do merrem unë personalisht dhe do ta sjell këtu Lisa. Akoma këtu je? Po ika. Ec! Po. Vazhdo bëgati armët. Si do duken çunat? A mendon se e kishin seriozisht punën e lekëve të Bigut? U dukën vendosur, por me një plan. Doni ishte ai që foli më shumë. Ishte shumë i qartë se don ta mbyllë këtë punë. Nuk është e lehtë me Bigun, vlla. Ai nuk do thjesht lekët. Dhe nëse va marr lekët dhe e mbyll me kaq, atij do t'i duket vetja shumë i dobët.
Esaj se ti e njeh më mirë se çdo kush Bigun. Unë njoh më mirë se kush do. Për ne jam këtu. Shumë mirë atëre. Po marr Bigun direkt telefon tani. Okej. Alo. Kush je? E di që e një këtë zë. Qa kishe? Dua të përcjell një ofertë. Çunat. Ata duan ta mbyllin këtë histori. Pa gjak, pa lojra. Duan të sillin lekët. Po, dhe pastaj të sillin lekët, edhe ata të rrojnë të lumtur, ha? Tani gjej mirë ta shohim të prallën e bukur. Marrim lekët tjerë dhe pastaj. Okej. U bë. Shumë shpejt do të nis adresën. A u kry? Po besoj u kry. Shumë mirë. Daj. Ku je? Hajde urgjent sigur. Po më shef, qa kam nuk? Erdhi Dida. Qa dita o kam? Ata dy le vjen atakohen nesër me Bigun. Kur jemi sigurtë? Shumë i sigurt. Këtë radhë nuk kam më vend për gabime. Qartë. Tani shko dhe bëj gati ferrin për nesër. Po ferri ka ne nga dalë më shef. Quaj punë për rrugë. Më duke se ëndra jo do këthyrë në maks, marë. Çdo ëndër e ka një çmim, dhe unë jam gati ta paguaj. Parat ishin të mijat. Nuk është thjesht një biznes, Mark. Është besim. Po kur thyet besimi, çfarë duhet bëj? Çdo gjë ndodhi gjatë shkëmbimit. Më thuaj të vërtetën kush e mori mallin dhe lekët. Më thuaj të vërtetën. Ishte një operacion i vështirë dhe unë po përpiqem ta zgjidh. Ta zgjidh. Mos më zhvinje. Kaq pa të them. Mos më zhvinje. Nëse do isha ky dielli, nuk do perëndoja kur vetëm për të të parë ty. Më mirë që nuk jam. Edhe këtu më gjeta. Nuk jam diell, jo. Por jam thjesht një shkëndi që ndizem në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Atëherë mbaj larg shkëndijat, se të më djegësh veshjen. Nuk do më ftosh për një gotë verë, apo nuk e meritoj të dem nga vera jote? Ti aq i ngëtruar me veten tënde sa të mjafton thjesht aroma gotës kupion për të turbulluar. Ti e pamundur. E pamundur është për ata që kërkojnë rrukleta. Mos më thuaj që je një nga ata. Unë jam nga ata që eci zbathur në zjarr për të kuptuar a ja vlen apo jo. Atëherë shpresoj të kesh këmbë forta, sepse ke shumë zjarr para. Me sa duket, koha ime mbaroi këtu sepse koha me ty është gjithmonë shumë e shpejtë, kronometër. Erdha të të them që Bigu e ka pranuar takimin me çuna. Çdo gjë do ndodhi nesër. Por është shumë mirë që më the. Nesër nuk është një takim i thjeshtë.
ti e di se çfarë duhet bësh. Po, Dëgjo, nesër lëvizim. Ata kanë takim me Bigun, kështu që duhet jemi një hap para. Bëuni gati për çdo skenar. Lisa. Më në fund, Lisa, përshëndetje. Përshëndetje. Unë e kam zakon që nuk trëmbem. Por nga gratë që nuk qeshin kur kanë shumë frikë. Kuptoj, po s'kam ardhur për komplimente këtu. S'është kompliment. Është realitet. Atë ditë e Vile Markut të pash pak të tensionuar. Ndodhi gjë? Çështje personale. E kuptoj. Ai shkëmbimi shkoi keq. E di ti për çfarë flas. Dhe kam informacion që ti ishe aty. Informacionet e tuja mbaj për vete. Ato janë çështje të brendshme të grupit. Jo, për vete e mbaj unë, por lekët nuk janë të grupit. Lekët janë të mijat. Dhe dua ta di se kush mori atë ditë. From Albania to the world, the kingdom red and black. With love, 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 love. El boss, down in you. Yeah. This a kingdom red and black. This a kingdom red and black. Feel the power. Yeah. Feel the power. Yeah. This a king the red and black. A long song about the eagle flag. Feel the power.